Kush është Hati? Hati, ose siç njihet me emrin e saj të plot, Hatice Brika, është një nga vajzat më të përfolura të rrjeteve sociale në Shqipëri. Brenda një kohe të shkurtër, ajo arriti të bëhet një nga emrat më të njohur në TikTok, fal stilit të saj unik, energjisë dhe mënyrës së veçantë se si komunikon me publikun. E lindur dhe rritur në Durrës, Hati tregon shpesh se ka ardhur nga një familje e thjeshtë. Por ajo që e bën të veçantë është mënyra si e ka ndërtuar vetë rrugën e saj, pa ndihmën e askujt. Në videot e saj ajo shfaq makina luksi, udhëtime, veshje firmato, por pas gjithë atij shkëlqimi, fshihet një vajzë që ka kaluar shumë sfida dhe që beson fort tek puna e ndershme. Ajo ka pranuar se nuk ka vazhduar universitetin, sepse ka zgjedhur të ndjek pasionin për përmbajtje online dhe ndërtimin e një marke personale. Sot është një nga vajzat më të ndjekura në Shqipëri, e dashur për disa, e kritikuar nga të tjerë, por gjithmonë në qendër të vëmendjes. Lidhja dhe më pas ndarja me jasharin e famshëm të TikTokut e bëri edhe më të komentuar, por Hati ka treguar se është fokusuar tek vetja, zhvillimi personal dhe projektet e reja që po përgatit. Pavarësisht gjithçkaje që thuhet, ajo vazhdon të qëndrojë në rrugën e saj, duke dëshmuar se suksesi nuk vjen rastësisht, por me punë dhe besim në vetvete.